ju keni qenë vetë pjesë e parlamentit. Si e shihni këtë prej 4 mandatesh Edi Rama, unë e konsideroj një nga kryeministrat që ka bërë lëvizshmërinë më të madhe në poste ministrash dhe qoftë edhe kryetar bashkish. Edhe në pozicion lokal, domethënë, edhe tek bashkitë që kanë ndërhyrë. Si e shihni këtë vepër, domethënë, është e pranueshme sipas jush? Çdo të thotë vepër. Ai është kryetar i Partisë Socialiste. E ndini ju se si arsyotohet në politika pa? Ka parti politike që vjen ose bie nga pushteti. Ai hyri në garë në Partinë Socialiste, u bë kryetar i Partisë Socialiste dhe mori pushtetin. Dhe është kryeministër. Po ka ardhur me vota. Po, është një tregues le të themi kjo lëvizja e këtij, që lëviz her pas here. Po çdo vota ashtu, po pse kush nuk ka lëvizur kështu? E dini historinë e demokracisë në botë? Ka shumë sa Edi Rama? Më shumë. Më shumë, ëh? Po e dini se ka lëviz Berlusconi ju? Mërë shikoj. Shikon lëviz gjithë që. Ajo është politikore, në qohet lëvizje. Ajo është sens politik. Politik do të thot vota, zotri. Dhe votim do të thot të pranon ose jo populli. Kur e zgjedh një kryeministër, një popull, unë kam respekt për popullin. Për votën e lirë. Në qoftë se e zgjedh një monark absolut, është diçka tjetër, s'ka punë me mua. Apo shkon Rama drejt atij rrugtimi për të bërë një monark? Po lere, kush e bën Ramën të bëhet monarke? Si do bësh monark? Si do bësh monark? Ore zotri, pyetja bëhet, do të kemi parasysh këtu se duhet të flisnin profesionistën, nuk më të flas muhabet e rrugës, edhe një herë. Ka ardhur me, një të lutem këtu, ka ardhur me vota apo pa vota Rama? Ju thonë që e thot populli. Çfarë populli? Cili populli? Unë them ka ardhur ka fituar zgjedhjet apo jo? Ku ka parti këtu që mund Partinë Socialiste? Nësë Roko da mundi? Saliu? Ajo është partia kryesore sepse të djathtën e ka pushtuar një banalitet. Saliu. A është vërtet që Sali Berisha është kryeministri de facto i Shqipërisë dhe Edi Rama kryeministri de jure? Nga e nxjerrti këtë? Me këtë se çka po bëjmë pra? A janë marrëveshje këto bashkë apo jo? Ba, ku ka marrëveshje bashkë? S'janë bashkë ato? Ai do tallesh me mua e mbylla bisedën e ka unë. S'mund të flason si njerëz ata e kote. Kush është bashkë? Sali Berisha me ata në luftë për pushtetin. Jo, po them atë që thonë gjithë njerëz. Po ç'do njerëz do një zotri, pse njerëz zakonshëm do mua atë? Jo. Të lutem edhe një herë, unë jam politik, dale mos më fremo këto janë bashkë. Këto janë brullëke, siç e kanë bashkë ku ata luftojnë për pushtet. Janë përplasur në pushtet një e para. Dhe Saliu e ka gjithë fajin që mban që ka shkatruar Partinë Demokratike. Do thonë ju pse, është non grata në Amerikë. E dini ju këtë? Po, e di. Do ta pyesni ti këtë? Jo unë. Është non grata në Amerikë. Po atë e di. Jo vetëm në Amerikë dhe në Angli. Edhe në gjithë perëndimin. Ke parë të dalin perëndim Saliu. Atëherë pse rinë në Shqipëri? Kush janë banë në Shqipëri? Ta them unë, forcat islamike. E din gjithë. Si forcat islamike? Forcat e islamit. Nuk është me ne Saliu. Me kë është Saliu? Me forcat regresive të botës. Dhe po ikën. S'ka shpëtim se është i dënuar. Është në proces penal. Ja kanë marrë gjitha pronat, apo ja kanë sekuestruar, edhe pritet dënimi. Vajte në gjyq, ka dhe një gjyq tjetër akoma, dhe dajë dënimi dhe i kinë burg. E do t'i konfiskojnë gjithë pasurit, pa u dënua. Pas u dënua në rregull. Kjo është historia. Por me punën që bën drejtësia Spaku, kemi përshmëri, besoj. Po nuk e dim të shikojmë gjyqin. Pra, gjendja ku është opozita është për shkak të Sali Berishës dhe Natyrisht. Ore zotri, mund t'jesh kryeministër. Saliu a lufton për kryeministër? Apo se dini ju? Patjetër. Po e një minutë, mund t'jesh kryeministër Shqipërisë duke qenë non grata në Amerikë? E dini ju që është non grata në Amerikë Saliore? Rregull, i papranueshëm në Amerikë as në Europë perëndimore. Atëherë mund të jetë ky kryeministër Shqipërisë? Domethënë shkatëroi Shqipërinë. Po. 100 vjet zhvendat. Keni një pyetje tjetër? Nëse do të ishit ju ai që do të vendosnit për arrestimin e këtyre, përderisa përmendet edhe nga ne nga kjo bisedë, por edhe nga gjithë shqiptarët, niveli korrupsionit lartë, që do ta kishit ju në dorë,
kush do të ishin 3 njerëzit me Ja, proces? nuk e përgjigjem këtyre pyetjeve. President keni ndihyrë? Po, unë do thoshja këtë që ndoshta jam çikë nuk bi dakord me avokatët Njelën. Nuk bi. Nuk bi dakord me këtë do të tregoj tani. Sali Berisha me Edi Ramën janë bashkë. Dhe pa firmën e Fondi Sali shqiptare. pa firmën e Sali Të Berishës, shqiptarë thonë, populli i thjeshtë. Kush voton? Populli i thjeshtë voton. Po s'ka, Jo, po ne ju po pyes ju po bëni çfarë analizë thotë, politike, nuk po bëni analizë votës. Po, okay. tani janë bashkë. Këto e kam mirë konstatuar unë. Dhe si e tillë dhe emërimet që bëhen, që i merr Edi Rama, po i merr gjithë njerëz të djathtë. Po i fut të pozicione këto, po pa firmën e Sali Berishës, e kupton, nuk i merr Edi Rama në punë ata aty ti punësoje si e kishte ai Dash Sula, si e kishte ai shumë të tjerë do kesh të tjerë. Ora, një minutë, Vazhdoj. ju lutem, se jam dhe unë këtu. Më fal. Prit. Duhet keni parasysh një gjë. Sa të jetë Saliu nuk bie Edi Rama nga pushteti. Stop, një minutë. Dhe politika është që unë një kundërshtar të tillë që nuk e do populli dhe që është kryesor, është kundërshtari im kryesor, natyrisht që do ta mbaj. Rama e mban edhe kush e mban? Si e mban, nuk e mban me marrëveshje. Ndihmon këtu, ndihmon atje, i jep këto, këto të ky, që të ri të shkatroj Partinë Demokratike dhe zgjen do të pushtet dhe do ri Rama gjithmonë në pushtet. Pra kjo intereson Ramës kjo gjë. Po, natyrisht. Intereson Ramës që ta ketë një, domethënë, kundërshtar të dobët që e ushqen herë pas Do here. një opozit. Po të bie Ram, dale një minutë, le ta vazhdoj, një minutë ta vazhdoj. Po të bie opozita, po të bie Berisha. Doni të bie të vi PD-ja në pushtet, të lëzoni Saliun. Nuk vjen prapë. Avokat më falë. Mirë, unë them mendimin tim, të lutem. Nuk vjen. Çdo njeri ka mendimin e vet. Ra Saliu hipi një njeri elokuent atje që është me Washingtonin dhe me Perëndimin, se këta janë kundër, këta që janë, vjen në pushtet. E rëzon. Po këto partitë fuqitë e vogla që u krijuan. Nuk Asto jo. Ja, nuk vlen. E kanë miratimin e mbështetjen e Nuk Washingtonit? vlen, nuk vlen. Ja ma çat. S'mund të bëra Washingtoni me mikro. Adriatik Lapa, për shembull, Arnin Qori, Agron Mos Shea. më bëni mua pyetje të tilla. Nuk Vazhdo. vetë Amerika me fuqi të vogla. Jo, tani unë mbarova këtë pjesë, ta thash, mos ta po, presit si prapë. parantezë. Janë të dy bashkë. Janë të dy bashkë. Dhe intereson Edi Ramës do një opozit fasad atje të bëj për i dhënë një mesazh edhe qytetarëve, edhe ndërkombëtarëve dhe amerikanëve që demokracia në Shqipëri po funksionon bukur. Unë e falenderoj avokatin. Po, tani do të kalojmë pak e kauza jonë, ke çështja Çame pra. Po. Tani ju si president i Republikës së Çamërisë për projektet dhe nismat, çka keni vendosur për ta çuar përpara kauzën tuaj? Unë në një intervistë, në një televizion, ja zgjadha dorën Donald Trump, presidentit amerikan, që Republika e Çamërisë të jetë shteti i 51 në Ballkan.